Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 14. Data 14, një nga ditët e vendimeve, të mundësive, të kërkesave të mëdha dhe të gjërave që do të ndikojnë, do të diktojnë në fusha të ndryshme të jetës. Dita e premte, e datës 14 gusht, do të thotë vazhdon të mbaj energjinë e fortë të eklipsit të diellor në Luan, por atmosfera fillon të bëhet pak më e kuptueshme, sepse ende nuk jemi larguar nga fusha e eklipsit, prandaj mund të flasim me qetësi në plot, por sot mund të fillojmë të shohim më qartë cila tema kërkojnë drejtësi. Dielli dhe Mërkuri janë në Luan, Jupiteri gjithashtu në Luan, dhe kjo krijon një ditë më shumë fuqi ndikuese, krijuese dhe emocionale. Fjala ka peshë, shprehja personale ka ndikim, idetë mund të frymëzojnë, por edhe të zmavojnë. Kjo është ditë përpara bashkimit eksakt të Mërkurit me Jupiterin në Luan, gjë që do të ndodhë në datën 15 gusht. Prandaj sot ndihemi paraprakisht në kënd shumë pozitiv, sepse ide të mëdha, lajme të rëndësishme, bisedime, entuziaste, fjalët që kanë peshë dhe premtime, planet, ndikimet më të mëdha, udhëtimet dhe jo vetëm. Mërkuri me Jupiterin mund të japin mendimin më të madh, por edhe ndikimin më të artë për ekonominë. Sot duhet të dallojmë midis vizionit dhe teprimit. Më të ndikuar janë shenjat fikse, sidomos Luani, Ujori, Demi, Akrepi. Këtë herë jo vetëm 10 i treti eklipsit, por edhe 10 i parë dhe i dytë. Për shkak të Mërkurit dhe Jupiterit në Luan, bashkimi eksakt nesër që ndodh në orën 10:09, që do të ndikohet jashtëmase dhe me planet shumë të rëndësishme. Shenjat fikse për Luanin, kjo mund të sjellë një zë të fuqishëm, ide, deklarime ose vendime personale. Për Ujorin, biseda të rëndësishme dhe marrëdhënie shumë të rëndësishme pune. Për Demin, zhvillime në shtëpi, familje. Për Akrepin, lajme ose vendime në karrierë. Shenjat e Zjarrit, Dashi dhe Shiketari mund të përjetojnë këtë energji shumë frymëzuese, por dashuri, këngëtari, udhëtime, studime, ndikime të mëdha që ka bënë dhe një ndarje e papritur që keni pasur dikur, duket se bashkoheni. Shenjat e Ajrit gjithashtu, Binjakët dhe Peshorja që mund të përfitojnë në këtë drejtim, sepse komunikimi, miqësia, ndryshimi dhe vendimi mjaft i mbar që do jetë. Ka të bëjë shumë dhe me mundësi të arta që vinë drejt jush. Gjithashtu është një atmosferë shumë pozitive. Kjo na mëson që neve të jemi një hap para asaj çfarë ndodh mbi takimet dhe bisedimet. Por gjithashtu kemi të bëjmë me një ndikim shumë të mirë ekonomik. Por duhet pasur vëmendjen në shkrimet në nxitim, sepse e keni të domosdoshme dhe duhet ta afirmosni. Kur mos u bëft me firmë vulë rropulla, sepse ka të bënë diçka gjëra tjera që mund të diktojnë dhe të është pak me kujdes. Por nëse e keni të sigurt ditë përpara, e keni vendosur, nuk ka problem, është mund të rregullohet dhe gjithçka shkon mirë dhe dita që ka frymëzim kërkon dhe maturi. Është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive për gjërat që juve dëshironi. E them këtë pak më të zgjeruar çdo ditë, që të kuptojmë pak ndikimet astrologjike dhe shenjat ku ndodhin fenomenet. Pra, është momenti dhe periudha juaj. Tani, para se të filloj me parashkimin e 12 shenjave zodiakale, unë rikujtoj edhe një herë për gjithë juve që jeni në kërkim të një parashkimi të detajuar, unë ju uroj nëse dëshironi që juve të shikoni ku juve e gjeni veten. Ku tjetër, faqja roz, e vetëm janë Shqipëri, astrologu.al, ku atje keni temat nga më të larmishmet, keni shumë mbi shenjat dhe ndikimin e tyre, çfarë i ofron. Dhe jo vetëm kaq, por ditoret, javoret, mujoret, i shikoni, i lexoni, i dëgjoni, edhe merrni një diçka të përgjithshme mbi ato që ndodh dhe jeni në anën tuaj më të mirë. Mundësitë janë të mëdha dhe favorizimet që kanë bën tani tutje i keni të gjitha mundësitë. Por duke dërguar tek sekretaria emailin tuaj, e dërgoni tek sekretaria dhe pastaj flasim për sa i përket gjërave që dëshironi dhe në WhatsApp ju shpjegojmë se si funksionon shërbimi. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e Dashit. Por juve të shenjës së Dashit të duket se kjo ditë e premte ka premtime të mëdha, por megjithse i keni të gjitha mundësitë, juve të kësaj shenje keni mundësinë e një rrugtimi mjaft pozitiv, sepse është një mundësi mjaft e mirë pozitive
korrekte nga ana juaj dhe mundësitë të arta që do të keni tani tutje mbi shumë ndryshime që do të keni, ndryshime që do të vinë drejt jush, por është një mundësi shumë e mirë sepse stabilizimi, konkretizimi i një lidhjeje afatgjatë është momenti mjaft i mirë, por ka të bëjnë me takime, bisedime, vendime të rëndësishme që juve keni, është një moment mjaft i mirë sepse stabilizimet dhe gjërat konkrete që juve keni është në anën tuaj. Megjithatë, kjo është periudha më e mirë e mundshme, kjo është periudha ku gjërat do të ndikojnë, do të diktojnë në fushën tuaj të karrierës dhe të ndryshimit të madh. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëmt të diçit të parë, me ujorët të diçit të tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, do të thotë shenja e demit. Për ju të shenjës së demit duket se shenjat e tokës në përgjithësi ka një mundësi të artë tani, ka një mundësi që vërtet studiojnë mbi atë çka ndodh, studiojnë mbi atë çka janë dhe pozicionimi i planeteve ju ndihmon për të arritur në finish dhe për të arritur gjërave që ju keni, mundësive që ju jepet tani tutje. Por megjithatë, ka të bëjnë flirtimet dhe çështjet e propozimit të punës, të karrierës dhe një promovim shumë i mirë në lidhje me çështjet e punës suaj, por dhe karriera ka të bëjnë në ndikimin tjetër. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëmt të diçit parë, me ujorët të diçit tetë është perfektja dhe jo diçka problematike. Vazhdimësia duket e ardhur sepse kjo kohë është koha juaj, është momenti juaj më i mirë dhe më pozitiv. Vazhdimësia nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me bricjap dhe me peshore është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për binjakët, tani për tani, sado që gjërat janë në një pozicion mjaft pozitiv, do thosha unë, lidhet me karrierën dhe karriera është ajo që ju ndihmon, dikton në një farë mënyre për punën tuaj, për karrierën tuaj, për ndryshimin e madh që vjen në anën e biznesit, por tani për tani është një kohë shumë e mirë dhe shumë pozitive, sepse studimet, ndryshimet, vendimet, korrektësia është mjaft e mirë, por dhe një mundësi e artë që vjen drejt jush për arsye ekonomike, për arsye pune, për arsye ndryshimesh dhe vazhdimësie. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar për anën ekonomike financiare. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë binjak, shqyrtar, binjak, peshk është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për gaforet duket se tani sado që gjërat mund të jenë në anën tuaj, por disa gjëra mund të jenë ndryshe për arsye të punës, sepse tani për tani juve e keni mundësinë dhe kjo është një nga mundësitë më të mira, më thoja unë, për anën e punës dhe të ndikimit, për kohën dhe vazhdimsinë dhe realitetin në anën tuaj. Prandaj është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Nuk është luks të keni një punë të dytë, por është diçka e rëndësishme për të arritur qëllimin tuaj. Në fushën e karrierës dhe të ndryshimeve është momenti më i artë, më pozitiv që ndonjëherë. Kur kemi mundësinë dhe periudhën, gjërat janë mjaft ndikuese dhe rrezatuese. Përsa i përket çështjeve që lidhen me anën shpirtërore, lidhet edhe me anën e punës, lidhen edhe me studimet të tjera që do të keni, por periudha është në anën tuaj, në ndikimin më të mirë dhe mundësi të arta që vijnë drejt jush. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëm dhe me akrep të diçit është perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë luani. Për luanët nuk kanë fjalë, sepse luanët kanë mundësinë, luanët kanë drejtsinë, luanët arrin majat përsa i përket kësaj periudhe, sepse është një nga periudhat më të mira të mundshme mbi ndryshimet që vijnë, mbi karrierën dhe jo vetëm. Përveç kësaj, kemi një mundësi shumë të mirë sepse ana ekonomike dhe biznesi në një farë mënyre ka diçka shumë të madhe që studimet që bëhen, frymëzimi që keni dhe jeni në kohën më të mirë se maturia, ndryshimi, vendimi, koha dhe përshtatshmëria është një nga mundësitë më të arta të qenë ndonjëherë. Dhe kështu që keni të gjitha mundësitë në dorë dhe kohën e duhur për zgjidhime dhe ndryshime të mëdha. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk, përgatituni. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshën duket se tani është një moment mjaft i mirë, sado duket i vështirë, por është mjaft i mirë për stabilizimin, për punën dhe për karrierën. Për karrierën sidomos sepse është një moment mjaft i mirë tani tutje, i keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike financiare. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjakët e diçit parë, me ujorët e diçit tretë, duket se është perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja
e peshoreve. Përsa i përket peshoreve, me qenë se peshoret, duke se tani e tutje, çdo gjë mund të shkojë mbar, çdo gjë arrihet, sepse jeni shumë të suksesshëm në ato që juve kërkoni dhe doni të bëni, por në anën tjetër keni një mundësi shumë të mirë mbi çështjet që zhvillohen tani e tutje, ku do të kemi shumë gjëra nga kjo ditë mjaft e mirë, kjo ditë e premte, ku na mëson shumë gjëra, ku fjala ka peshë, ku gjërat nisin, ku gjërat rregullohen dhe stabilizohen. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm dhe me akrep të ditët parë, është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e akrepit. Përsa i përket akrepëve, meqenëse se akrepët tani e tutje nisin dhe bëtisin në fakt disa gjëra shumë të rëndësishme, por kjo është një periudhë mjaft e mirë tani e tutje, ku disa gjëra do të ndryshojnë në rolin e punës suaj, në rolin e drejtësisë, e mundësisë, e karrierës, e ndryshimeve të mëdha që vijnë. Por është dhe momenti tani ku do shikoni dhe vetë, ku për të ndryshuar dhe për të arritur qëllimit tuaj, është momenti më i mbar dhe më pozitiv. Në lidhje me disa gjëra që do të keni, janë në kohën e duhur, sepse tani duket se keni disa mundësi shumë të mira në lidhje me punën dhe karrierën, në lidhje me ndryshimin që do të keni, por në anën tjetër bëni pa kujdes sepse disa gjëra ndryshe mendohet, ndryshe gjykohet përsa përket punës suaj, por megjithëse juve keni dhe në lidhje me një takim pune që do ta keni, nuk e diskutoj, është momenti juaj sepse akrepët e kanë një mundësi të tillë. Dashuria duket se me gafore dhe me dëm është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ndikimit, e ndryshimit edhe e mundësive, që do të thotë shigjetari. Për shigjetarët duket se tani ka një ndikim shumë të mirë, ka një mundësi që vërtet është rregulli dhe stabiliteti nganjëherë kanë dhe mundësi të tjera që do të diktojnë anën tuaj, por dhe mundësi tjera që do të shikojmë në anën tjetër. Disa flirtime, disa mundësi, disa çështje që ka të bëjnë me ekonominë dhe stabilizimin janë gjërat më eksakte dhe më pozitive të qenë ndonjëherë, sepse shigjetarët kanë rëndësinë ekonomike sado që janë në vështirësi, por kanë për t'ia dalë dhe do t'ia arrijë qëllimin. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me luan dhe me dëm është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricave. Bricapët nisin dhe bëtisin shumë gjëra në një kohë, por tani për tani është një nga mundësitë, sepse kjo periudhë, kjo kohë është disi ndryshe nga që mendojmë dhe gjykojmë ne, por në anën tjetër është një moment që vërtet është pozitiv, vërtet është mundësia dhe momenti i duhur për zgjidhje të problematikave të ndryshme, por dhe një moment ideal eksakt përsa i përket punës, përsa i përket karrierës suaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrep, me dëm, me virgjëresh dhe pozitiviteti që ndodh është mjaft pozitiv dhe shumë korrekt nga ana juaj në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, për juve të shenjës së bricapëve ka të bëjnë shumë me gafore dhe me virgjëresh. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Për ujorët, në fakt, ujori duket se tani në këtë periudhë e ka shumë të ndikuar edhe si ditë, është ditë shumë e mirë, dita e premte, ku ndihmon jashtëmase në lidhje me çështjet ekonomike financiare, në lidhje me një komunikim të brendshëm të shpirtit, ku është mundësia dhe koha e duhur për zhvillim dhe ndryshime të mëdha. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrep dhe me binjak është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Përsa përket peshqeve, meqense peshqit tani e tutje kanë mundësinë edhe kohën e duhur për zgjidhur problemin dhe disa egzagerime ose disa problematike që keni pasur jo miqtë e mi të dashur, është mundësia tani për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, por edhe në vazhdimsi, ku periudhat, koha ndryshon në çështjet më madhore, më pozitive të qenë ndonjëherë, sidomos mbi zbulimin dhe ndryshimin e madh që juve keni në këtë periudhë. Koha tregon për shumë fakte, shanse të mëdha që do të keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrep dhe me gafore është perfekte. Këto ishin pak a shumë përsa përket pikërisht të kësaj dite, kaq të rëndësishme të datës 14 gusht 2026, ditë e premte. Por nëse dëshironi për më tepër informacione, është pikërisht astrologu.al, atje nëse dëshironi diçka më tepër, shkoni te sekretaria dhe atje pastaj mund të dërgoni emailin tuaj edhe flasni në WhatsApp, në Viber dhe si funksionon shërbimi. Ngonjë rrepulla, jetë mirat.